Sot në Bruksel u zhvillua takimi i parë për këtë vit i vendeve anëtare të marrëveshjes për tregti të lirë në Evropën qendrore, e njohur si CEFTA, që këtë vit drejtohet nga Kosova. Problemet politike e kanë bërë të pamundur deri tani zbatimin e saj nga Kosova, pavarësia së cilës nuk njihet nga Serbia dhe Bosnia, vende dhe këto anëtare të CEFTA-s. Kjo çështje është pjesë e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bisedime që nisën ditën e martë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Që nga janari e deri në fund të këtij viti, Kosova sipas radhës duhet të drejtojë takimet e vendeve anëtare të marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës qendrore, e njohur si CEFTA. Por arsyet politike kanë bërë që takimi i parë të mbahet tek sot në Bruksel dhe vendet janë përfaqësuar vetëm me emrat e pjesëmarrësve e jo me simbole shtetërore, me që Serbia dhe Bosnia nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe ngulin këmbë që ajo të përfaqësohet me shenjat e misionit të Kombeve të Bashkuara që ishte edhe nënshkruesi i marrëveshjes në vitin 2007. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Serbia dhe Bosnia nuk kanë lejuar eksportimin e prodhimeve të Kosovës e as kalimin e tyre nëpër territoret të këtyre dy vendeve për shkak të vulave të reja doganore ku shkruan Republika e Kosovës. Kjo bllokadë thuhet se i kushton Kosovës disa qindra miliona euro. Çështja e funksionalizimit të kësaj marrëveshje ishte pjesë edhe e bisedimeve që filluan të martën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe çështja e vulave ishte pika e ngecjes në trajtimin e kësaj çështjeje. Me këtë rast është hedhur edhe propozimi që prodhimet që eksportohen të bartin në vula doganore vetëm mbi shkrimin Kosova. Zëvendës kryeministrja e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, e cila është edhe ministre e tregtisë dhe industrisë, tha se Kosova është e përkushtuar që marrëveshja të funksionalizohet. Ne nuk do ta sakrifikojmë dhe nuk do të jemi ata që do ta bëjmë biznesin të vuaj për çështjet politike, por është një çështje e cila me të vërtetë është e nivelit teknik dhe ne nuk kemi hapësirë këtu të madhe të shtyjmë afatkohore ose të bëjmë kompromise në raport ose në kurriz të komunitetit biznesit. Zonja Kusari Lila tha se krahas CEFTA-s autoritetet po bëjnë përpjekje për të ripërtrirë dhe marrëveshjen për eksporte në vendet e Bashkimit Evropian. Që në të dy këto marrëveshje kemi vënë një afatkohor të shkurtër, angazhimin e drejt për drejt dhe qasjen proaktive në mënyrë që të funksionalizojmë. Së pari natyrisht edhe CEFTA-n, por së dyti edhe që të vazhdohet dhe të hyjë prapë në funksion marrëveshja e trajtimit preferencial të produkteve nga Kosova me Bashkimin Evropian, për arsye se flasim për një vlerë të eksporteve afër 130 milion euro në vit nga Kosova për vendet e BE-s, që për BE-n nuk është vlerë e madhe për shtetet e BE-s, por është vlerë shumë e madhe për prodhuesit e Kosovës. E të dyja këto marrëveshje kurzohen shumë nga probleme politike. E para nga mosnjohja pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe Bosnia, ndërsa e dyta nga mosnjohja e Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.